بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimet i takojnë Allahut Azza wa Jalla, të falenderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kë udhëzon Allahu Azza wa Jalla, i kërkojmë Allahut Azza wa Jalla mbrojtje nga e keqja e vetëve tona dhe e punëve tona, dhe kë udhëzon Allahu Azza wa Jalla, nuk ka kush e udhëzon atë, dhe kush zgjedh për veten e tij devijimin, nuk ka kush e udhëzon atë përveç se Allahut Azza wa Jalla. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër më drejt përveç Allahut Azza wa Jall, një të vetëm pa i bërë shok atij, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij sallallahu alaihi wasallam në vijim. Tema e mësimit vazhdon të jetë po tek namazi i xhenazës, dhe kjo do jetë pra ligjërata e fundit me ndihmën e Allahut Azza wa Jall, ku do përfundojmë pra të gjitha mësimet që lidhen me namazin, të gjitha mësimet që lidhen me namazin, dhe pastaj me ndihmën e Allahut Azza wa Jall do hyjmë në temën e zakatit. Dhe hadithi i kësaj nate do të jetë numër 163. An Aisha radhiyallahu anha qalet: "Lamma ishtaka an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, dhakara ba'du nisa'ihi kanisatan رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. رواه al-Bukhari wa Muslim. Pra, ky hadith na tregon se ngjarjen në cilën ka ndodhur me dy gratë e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, para se këto dyja të bëheshin gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila pra është pra Ummu Salama dhe Ummu Habibe. Të dyja këto dyja sahabijat të nderuara kanë bërë shtektimin dhe hijretin nga Mekka për në Habashe tek pra kjo tokë e cila quhet Abisini. Dhe tregon se kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishtaka, pra ishte i smur dhe i shtrirë në krevatin e tij tek dhoma e Aishës radhiyallahu anha, ku në të cilin pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ndroi jetë. Dhe thot një prej grave pra, të cilët pra në këtë rast që tham ishte Ummu Salama dhe Ummu Habibe, se thot kur ishim në tokën e Abisinis, pam thot bukuri të ralla, dhe pam që vëndfalja pra kisha e atyre ishte e zbukuruar pra me shumë forma njerëzish dhe bukuri tjera. Dhe në këtë moment i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe pse ishte i smur dhe pra e ngren kokën e tij dhe thot, ato pra ulaika idha mata fihim ar-rajul, ato pra rregulli e tyre, tradita e tyre ishte se kur u vdiste dikush prej njerëzve që njiheshin në mesin e tyre si të mirë, ata ndërtonin një bust tek varri i tyre, pastaj bëheshin fotografi të ndryshme dhe i adhuronin ata. Aleikum selam. Dhe ata janë më të këqit për krijesave tek Allahu Azza wa Jall. Pra, hadithin e transmeton Imam Bukhari dhe Imam Muslim. Thot Sheikh Abdullah al-Bassam, Allahu mëshiroft, se ky hadith pra na jep me treguar ose sa të kujdesshëm ishin dy pra gjithë sahabët në formën e përgjithshme, por në këtë rast pra dy gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ato tregojnë për diçka që kishte ndodhur me ta kur ata ishin pra shumë më të reja, kur ata pra shkuan për hijret në Abisini.
Dhe Salama dhe Habiba në këtë udhtim nuk ishin të martuara me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka ndodhur pra që ja treguan këtë histori mbasi ato ishin gratë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i transmetuan dhe i treguan pejgamberit se si ato i zbukuroheshin kishat e tyre dhe bëheshin përshkrime të njerëzve që vdisnin dhe gjithashtu bëheshin pra portrete të cilët pra ishin të ndaluara që të bëhen në xhamia normalisht. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke treguar kujdesin që kishte për të sqaruar ummetit e tij pra fenë e Allahut azza wa xal, nuk e pengoi sikleti me cilin ishte në shtratin e smundjes dhe ngriti kokën dhe tha se kjo ishte tradita e këtij pra e kësaj feje, pra feja kristiane, që ato i zbukurojnë kishat e tyre në këtë formë, po ashtu në varret e njerëzve të mirë që i konsideroheshin ata, bëheshin pra bust dhe i adhuronin ata. Dhe i përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thotë se ata janë shirarul khalqullah, pra janë më të këqit për krijesave tek Allahu azza wa xal, ata të cilët pra veprojnë ata. Po më përpara pra, sikurse ka ndodhur edhe në historinë e pejgamberëve tonë, pra në kohën e Nuhut alayhi salam, pra njerëzit i morën ato njerëzit pra të cilët jetuan atë kohë, morën prej dietarëve që ndruan jetë, të cilët ishin në fenë vërtet, morën dhe i bën bustu, sikur ju e dini. Dhe shejtani u fut në mesin e tyre dhe ja u zbukuroi duke thënë që ata janë aty për t'ju kujtuar juve atë të cilën ju a kanë mësuar më përpara. Prandaj ju mos ja adhuroni ata, por se kujtoni atë çka ata ju a kanë mësuar më përpara ose ju kanë folë për çështjet fetare. Dhe si fillim ishte pra gjë normale dhe gjë e mirë, sepse ata sapo shikojshin këto njerëz të cilët ishin dietarët e tyre në atë kohë, ata njerëzit pra ndërgjegjësoheshin dhe ndaloheshin nga gjërat të cilët pra ishin të palejuara dhe nuk i vepronin. Por se kjo u zbukurua në shekujt më pas ose në vitet më pas, ku shejtani pastaj i tha jo, njerëzit që kanë vdekur më përpara, ato i adhuronin, pra edhe ju i adhuroni dhe kështu u fut shirku pra në ummetin e muslimanëve. Nga diçka e mirë, shejtani pastaj ja bëri atyre pra të haram të ndaluar dhe u bë pra formë për t'i bërë shok Allahut në adhurim. Po ashtu edhe këta pra kanë zgjedhur të njëjtën formë parafërsisht, ku njerëzit të cilët pra ishin në mesin e tyre si njerëz të mirë të cilët e praktikojshin fenë kristiane, ashtu sikurse kishte zbritur tek Isai alayhi salam, dhe çfarë bënin? Pra i zbukuroni, i bëshin buste dhe njerëzit pastaj e tejkalonin këtë gjë dhe adhuronin ata për njerëz të mirë ose për zota. Dhe thot shehu Allahu e mëshiroft, Sheikh Abdullah al-Bassam, se kjo vepër pra është në kundërshtim me tauhidin dhe dëmi i kësaj nuk kthehet vetëm tek ai, pra tek personi i cili e bën, por se ai zgjerohet dhe kthehet dëm i rrezikshëm për të gjithë njerëzit që jetojnë në atë vend, dhe po ashtu për gjithë ato njerëz të cilët i pasojnë dhe e veprojnë këtë vepër. Dhe gjykimi i fotove është vepër e ndaluar, thot Imam Ibn Dakik el-Eid. Thot nëse një prej imamlarëve të ummetit ton, thot nëse fotot që bën njerëzit i bën foto thot njeriu ose kafshës tek fytyra, janë të ndaluara pra me një ndalesë pra të cilën pra nuk ka tolerim në fenë e Allahut azza wa xal. Në ndryshim e kanë përmendur ulemat për ato lloj gjëra të cilët bëhen që lejnë dhill ose nuk lejnë dhill, pra lejnë hije ose nuk lejnë hije. Sikurse pra kanë bërë një tafsil, një shpjegim që e kanë darë ajo video e cila bëhet, nuk është e njëjtë në haram në ndalesë me foton që bëhet. Pra, nëse ndodh që ti bën një video tek njerëzit që ke dalë me ta, nuk është e njëjtë në ndalesë me foton që i bëhet njeriu. Dhe thot Imam Abdul Ghani al-Maqdisi, gjithashtu thot Imam an-Nawawi, gjithashtu thot as-Sanani, Allahu i mëshiroft të gjithë,
se edhe gjithashtu Ibn Hajar Askalani se ndryshimi midis fotos dhe videos është i qartë, sepse ashtu ka ardhur dhe shpjegimi tek ulemat e fikut se ajo sure, pra foto ose portret nuk lejohet të bëhet, kurse video e cila është vetëm hije dhe nuk len që shuhet të burë, se s'po më vjen. Pra foto është diçka që shkrepet dhe ngelet, ngrin, kurse video është diçka e cila pra është e lëvizshme dhe nuk len shenjë dhe ajo pra ndryshon nga foto. Pra nëse bëhet video është e lejueshme dhe nëse bëhet foto është e ndaluar. Dhe ajo që përfitohet gjithashtu nga hadithi, thotë Sheikh Abdullah Al-Besam, se është ndaluar që të ndërtojmë bivareza, pra bust, sikurse vepruan ato më përpara nesh, sepse ajo pra është ndaluar dhe të çon në shirk. Ose është rrugë për tek shiru. E dyta është e ndaluar të bëjmë fotografi ndaj çdo kujt që është pra me shpirt, ndaj çdo kujt që është me shpirt. Është ndaluar dhe nuk lejohet. Dhe gjithashtu ka përmendur për ato që thamë neve më lart, Ibn Daqiq al-Eid, Ibn al-Hajar al-Asqalani, an-Nawawi dhe një prej ulemave Sanani, Allahu i mëshiroft gjithë ata. Gjithashtu pikë që ka zgjedhur shehu Allahu e mëshiroft është se kjo vepër është e urryer tek Allahu Azza wa Jall dhe e ndaluar dhe e ka përshkruar atë me këtë lloj përshkrimi në hadith që thotë ato janë krijesat më të urryera tek Allahu Azza wa Jall. Pra këto njerëz që e veprojnë këtë, pra bëjnë buste dhe bëjnë foto, janë njerëzit më të urryer tek Allahu Azza wa Jall, sepse ky dëm nuk është vetëm tek ti, por se kthehet në dëm tek gjithë njerëzit. Pra kur ti bën një bustë të një njeriu i cili njihet për njeri i mirë ose dietar ose i devotshëm ose këshillues i mirë në mesin ton, dhe ti e merr bën bustë atë dhe njerëzit e kthejnë atë në vend adhurimi, dhe këto janë pra njerëzit më të këqij tek Allahu Azza wa Jall. Dhe e fundit në këtë përfitohet se këshillimi dhe rëndësia e saj pra është shumë e rëndësishme dhe duhet që ne të kujdesemi për këtë lloj cilësie, pra të këshillosh të tjerët, sepse dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e toleroi këtë çështje dhe pse ishte në këtë moment kaq të vështirë dhe u ngriti kokën pra dhe i këshilloi të dy gratë të tij dhe Aisha radhiyallahu anha dhe të gjithë besimtarët që e lexojnë dhe dëgjojnë këtë hadith se kjo vepër është e papranueshme dhe e ndaluar që të veprohet. Hadithi vijues me numër 164 an Aisha radhiyallahu anha qalet qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا رواه البخاري ومسلم. Transmetohet nga Aisha, Allahu qoftë e kënaqur për saj, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur ishte në shtratin e vdekjes së tij sallallahu alaihi wasallam, pra nuk u ngrit nga kjo smundje dhe aty Allahu Azza wa Jall pra ja mori shpirtin dhe e kaloi atë në jetën pra në varr. Dhe thot se ka thënë fjalën e tij Allahu i mallkoft që futët dhe kristianët të cilët i morën varret e pejgamberëve dhe i kthyen ato në xhamia. Dhe thot Aisha radhiyallahu anha walaula dhalika, nëse do të dëgjoshim pra këtë hadith la ubriza qabruhu, pra varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të ishte pra i lartë, njerëzit do ta merrshin, nëse do ta dëgjoshin këtë hadith do ta bëjshin atë pra të lartë sikur se kanë vepruar popujt më parë, sepse vlera e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dihej dhe njerëzit më pas do devijonin, do ta merrin varrin e tij dhe do veproshin ashtu sikur se kanë vepruar. Nuk mund ta bënte sahabët, nuk do ta bëjshin tabiinët ose tabiinët, po do vinte një kohë ku shejtani do t'ia zbukuronte dhe do ta vepronin. Pra ghayru annahu khushiya ay yutakhadha masjida. Do ta lenin ashtu pra lart,
dhe nuk do ta fuste aty ku ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dhomën e Aishës, pra do ta hiqin si shtëpi në kuptimin e hadithit, dhe do ta lënë atë si varr sikurse janë tek Bakijat, pra do kishte 2 gura dhe do shikohej. Po nga frika e kësaj, atëherë pra që mos bëhej vend falje, atëherë atë e lan pra të pashënjestuar, pra e lan vetëm me 2 gura dhe e lan shtëpinë, pra dhomën e Aishës pa prishur. Atë hadithin e transmeton Imam Buhari dhe Imam Muslim. Pra sikurse kuptohet nga hadithi, thot Sheikhu Abdullah al-Bassam, se Aisha radhiyallahu anha ose i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u sumur tek dhoma e Aishës. Gjë që tregon se vlera e Aishës me gratë të tjera pra ishte shumë më herë më e lartë dhe më e madhe tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe aty ndroi jetë i dërguari i Zotit pra në dhomën e Aishës dhe në kraharorin e saj. Dhe kur ju tregua kjo histori tek hadithi i parë, është po e njëjta gjë ku e transmeton Aisha tani, jo më Ummu Habibe. Pra, hadithin tani e transmeton Aisha ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas ju tregua kjo tha, Allahu i mallkof pra çifutët e kristianët, sa ata i morën pra varrezat e pejgamberëve dhe i kthyen ata në vend falje. Para se të ndronte jetë, pra atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përkujtoi të gjithë njerëzit të cilët pra ishin aty prezent dhe ata që do e dëgjonin fjalën e tij, duke i thënë se Allahu i mallkoft jehudët dhe kristianët se ata vepruan këtë vepër, të cilën pra i kthyen varrezat e pejgamberëve në vend falje. Kjo është një vepër e cila pra është e mallkuar tek Allahu azza wa jall dhe janë njerëzit më të këqij tek Zoti. Dhe për këtë alima as-sahabatu radiyallahu anhum muradahu faja'aluhu fi dakhil al-hijr. Sahabët thot kur e ngjuan këtë fjalë nga Aisha radiyallahu anha, e kuptuan qëllimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e varrosën aty ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë pra në dhomën e Aishës. Dhe nuk e transportuan ata në një vend tjetër. Wala'an min ba'dihim min as-salaf annahum qasadu qabrahu sharif. Dhe gjithashtu as selefët më pas pra tregohet që normalisht sahabët dhe as tabiinët dhe as tabiinët, po as mbas atyre të gjithë shekujt më përpara se kanë pas për qëllim që ta transportojnë pra vendin ku është varrosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta çojnë atë tek Bakia, por se ja kanë lënë atë për frikën e kësaj vepre që mund të bëjnë më pas pra njerëzit ta kthejnë atë në një vend pra falje. Dhe ne ata të cilët pra jo ka mundsuar Allahu azza wa jall që të shkojnë si vizitë Medinë për umre ose për haxh, kanë parë që njerëzit pra mashtrohen nga ignoranca që kanë, si nga padituria që nuk e njohin tauhidin e Allahut azza wa jall, i kanë pa her pas here që njerëzit kthehen tek drejt varrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fillojnë të bëjnë dua nga ignoranca e tyre. Po sikur të ishte varri jashtë dhe të ishte tek Bakijat, Allahu alem pra se sa forca duhej të ishin prej njerëzve që ta runin varrin që njerëzit mos të bëheshin pra adhurim tek ajo. Prandaj dhe prej frikës së gjës dhe për të ruajtur, o kupton që mos bëhej e tillë, atëherë sahabët pra e kuptuan qëllimin me të cilin pra ju drejtua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që edhe ata vepruan në formën më të mirë. Dhe sot thot Sheikhu Abdullah al-Bassam se suneti pra është i zëvendësuar me bidatin dhe vajtja tek varrezat është bërë si një vajtje vizite ku në të pra nuk shkon njeriu për të përkujtuar, por se shkon njeriu për të bërë gjëra të ndaluara deri në shirk. Dhe pejgamberi Allahut azza wa jall është i ruajtur nga Zoti i tij dhe e ka bërë që varri i tij pra mos të bëhej i tillë. Dhe po ashtu merit jo pak më e vogël i shkon pra shtetit Arabisë Saudite, të cilët pra varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta bën atë në formë rombi dhe të derdhur në plumb, i shkrir bashkë me hegur. Dhe është bërë pra në formë rombi ku dhe vetë pra logjika e njeriu të është kur është një trup i tillë, çdo gjë që drejtohet drejt saj nuk qëndron, porse si thua largohet, masi goditet dhe largohet. Por se edhe kjo pra pranaj është bërë
që askush për njerëzve mos t'i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me dua apo t'i kërkojë diçka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe as namaz drejt saj, sepse ajo është vepër e cila pra i drejtohet vetëm Allahut dhe njeriu bie në kufër dhe në shirk. Për këtë, ose dobi që përfitohet nga hadithi, thotë Sheikh Abdullah al-Bassam, është se ndalesa është e padiskutueshme dhe e prerë, pra që të veprohet ky veprim, pra është e padiskutueshme dhe nuk duhet që të lejohet dhe të veprohet. Dhe Imam Sanani, Allahu mëshiroft, ka thënë se inna dhalika dhari'atan ila ta'dhim al-mayt, sepse një prej shkaqeve që e thekson dhe e bën akoma më të ndaluar këtë vepër është se njerëzit që shkojnë tek varri zakonisht pra nga që janë ignorant në çështjet e besimit tek Allahu Azza wa Jalla në çështjet e fesë, atëherë ata fillojnë dhe madhërojnë njeriu tek varri dhe jo të luten për njeriu që është në hall, sepse ai i cili ndron jetë nga jeta e dynjas dhe shkon tek jeta e varrit përpara se të dalim në ditën ku t'jemi në ditën e llogarisë para Allahut Azza wa Jall, ai ka nevojë për adhurim, ai ka nevojë pra për vepra të mira, ai personi i cili ka ndruar jetë. Dhe në çastin që shkputet lidhja e tij me Allahun për me vdekjen, atëherë ai ka nevojë për vepra të mira, kurse njerëzit bëjnë të ndryshmën. Shkojnë dhe bëjnë adhurim tek ai, dhe i kërkojnë nevojat që kanë, i drejtohen varrit dhe kjo pra i çon ata në shirk. Gjithashtu bëjnë tawaf bi kabrihi, pra i bëjnë rrotullime rreth varrit. Gjithashtu ata pra duke bërë pra shirk, duke ju fërkuar varrin në duart e tyre për t'i kërkuar pra medet, ndihmë. Gjithashtu thrasin me emrin e tij duke kërkuar pra fuqi ose duke kërkuar nevojë. Të gjitha këto pra janë ato të cilët pra shkaqet që varri nuk duhet lejohet që të bëhet, vetëm ashtu sikurse e ka ligjëruar pra ky shariat, siç e kemi thënë në fillimin e temës, që vendoset një diçka tek koka dhe një diçka tek këmba vetëm për të mos u fshirë si varr dhe ai varr pra të qëndrojë. Të gjitha gjërat që veprojnë njerëzit sot pra duke e zbukuruar atë me lloj-lloj formash dhe duke bërë lloj-lloj punimesh dhe lloj-lloj bustesh, të gjitha këto pra janë të ndaluara dhe disa prej tyre pra shkojnë në kufër dhe në shirk. Pika e dytë që ka zgjedhur shehu Allahu mëshiroft është se kjo vepër e çifutëve dhe kristianëve dhe gjithashtu të gjithë ata që i pasojnë çifutët dhe kristianët, sikurse janë sot njerëzit që adhurojnë pra në tyrbet apo kubet ose baballarët që i quajnë pra të fesë bektashiane, të gjitha këto pra janë rrugë të cilën pra e kanë hapur ato çifutët dhe kristianët dhe janë të njëjtë në haram sikurse ata më përpara. Dhe ata cilët pra ndjekin sunetin dhe ndjekin fenë Allahut Azza wa Jall, s'ka dyshim që janë larg kësaj vepre. E treta, të falësh tek varri ose drejt varrit është rrugë për tek shirku i madh. Nëse njeriu nuk e din, atëherë mësohet dhe bën tobe dhe pendim dhe nuk i rikthehet asaj vepre. E katërta, Allahu e mbrojti të dërguarin e tij që mos bëhej shirk tek varri i tij dhe i mësoi sahabët radhiyallahu anhum se si të vepronin më pas me varrin e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe e pesta, këto porosi të fundit që ja la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose këto porosi që ja la ishin të fundit dhe për këtë arsye dhe e ruajtën sahabët radhiyallahu anhum dhe e vepruan atë në formën më të mirë. Kaq për këtë hadith, dhe hadithi i cili është i fundit për këtë temë është an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shahida al-janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun wa man shahidaha hatta tudfanu falahu qiratani qila wa ma al-qiratan qala مثل الجبلين العظيمين ولمسلم
asgharahuma mithlu jabali Uhud, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Pra transmetohet nga Abi Huraira, Allahu qoftë i kënaqur për ti, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush dëshmon xhenazën, pra duke e falur atë, Allahu azza wa jalla i jep si shpërblim atij një qirat. Dhe kush e dëshmon atë duke e përcjell tek vendi ku varroset, Allahu azza wa jalla i jep si shpërblim atij qiratani. Dhe pyetën sahabët radhiyallahu anhum, çfarë kuptimi ka pra qiratani? Dhe i tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam se a qiratani ka përshkruar dhe e ka marrë si shembull, thot, janë në shpërblim si një mal i Uhudit. Kush e fal xhenazën, falja e namazit xhenazes merr shpërblim tek Allahu azza wa jall sa madhësia e malit Uhudit. Dhe kush e përcjell mbasi e fal tek varri, ai shpërblehet sa 2 male me shpërblime si madhësia e malit të Uhudit. Dhe në një transmetim tek Imam Muslim ka thënë asgharuhuma mithlu jabali Uhud. Thot, forma më e vogël ose më e pakta me shpërblim është një qirat, është thot sa madhësia e malit Uhudit, që tregon se Allahu azza wa jall e din se sa e shpërblen besimtarin. E shpërblen atë dhe më shumë se sa mali Uhudit për këtë vepër që vepron. Kuptimi, thot shehu, se Allahu i lartësuar është i butë me njerëzit e tij dhe ju alatson atyre shkaqet se si t'i arrin veprat e mira. Qofshin ata që janë gjallë, me qofshin ata që janë të vdekur. Sepse besimtari për besimtarin mundohet që të bëj veprat mira, pra ta ndihmojmë njëri tjetrin tek veprat e mira. Ndihma e fundit që ka ngel për atë person i cili ndron jetë është ti duke vajtur tek ai për t'i falur xhenazën, bëhesh shkak që t'i shkojnë të mira atij, sepse hadithi ka thënë, nëse në xhenazën, nëse në faljen e xhenazës ka 40 veta muahidin që e veçojnë Allahun në tauhid, bëhen shkak për të hyrë në xhenet, pra i vdekuri. E nëse ndodh që ti edhe më tepër, atëherë më të mira i shkojnë atij. Një. E dyta, e mira që të kthehet ty tek këto 2 vepra. Vepra e parë kush është? Falja e xhenazës. Dhe e dyta, përcjellja e xhenazës për tek vendi i varrimit. Dhe shpërblimi i saj është më e vogël, thot Imam Muslim, në një transmetim thotë është sa madhësia e malit Uhudit me të mira. Dhe nëse dhe e përcjellim, atëherë marrim 2 male me shpërblime sa madhësia e malit të Uhudit. Prandaj kjo khassa ala salati ala al-janazati wa shuhudiha, e ka veçuar Islami këtë lloj vepre, pra namazin dhe gjithashtu prezencën tek ajo me këtë lloj shpërblimi. Pra si nxitje për besimtarët, dhe kjo gjë i kthehet e mirë për njeriu i cili ka ndruar jetë. Sepse nëse ndodh që aty të marrin pjesë shumë pak, pa u plotësuar 40 veta të cilët e veçojnë Allahun me tauhid, nuk ka hyrë tek vlera e hadithit. Ne nuk e dim përfundimin e besimtarit, sa Allahu azza wa jall me mëshirën e tij e fut atë në xhenet. Por se hadithi është shumë i qartë. Nëse ndodh që të jenë 40 veta, ato bëhen shkak pra me lejen e Allahut azza wa jall që të jetë prej xhenetlive. E nëse janë më tepër, pa diskutim që bëhen shkak për këtë përfundim. Dobia që ka përcjell shehu, Allahu mëshiroft, nga ky hadith është se mirësia është shumë e madhe në faljen e xhenazës dhe në përcjelljen e saj, sikurse e ka përmendur hadithi i dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe një dobi që përfitohet nga kjo është se ecja përpara xhenazës është nga veprat e pëlqyera tek Allahu azza wa jall. Ecja përpara xhenazës është nga veprat e pëlqyera tek Allahu azza wa jall, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vepruar këtë, pra para xhenazës, jo pas, dhe asanash, para xhenazës. Ebu Bekri radhiyallahu anhu e ka vepruar këtë.
Omeri radhiyallahu anhu e ka vepruar këtë. Ecnin përpara xhenazës dhe shkonin për tek vendi i saj. Kjo është një dobi që e ka përcjell Shehu, Allahu a mëshiroft. Allahu e mëshiroft. Dobia e dytë me cilën e ka përcjellur Shehu, Allahu e mëshiroft, Abdullah al-Besam, se me këtë vepër arrin shumë të mira aq sa ti nuk i din. Pra i din Allahu azza wa jall, sikurse e përcjell për transmetimi i Imam Muslimit, që më e vogla është aq sa mali i Uhudit, por sa Allahu mund ta shpërblej besimtarin e tij dhe më shumë se sa madhësia e malit të Uhudit me shpërblime, më shumë se sa mali i Uhudit me shpërblime. E treta është se kjo vepër pra është shumë gjë e mirë për të vdekurën, gjithashtu edhe për ata të cilët pra prezantojnë tek xhenazja, sikurse e shpjeguam më lart. E katërta, mirësia e Allahut azza wa jall me të vdekurin është i madh, sa i nxiti ata që janë pra prezant, që ose ata që e marrin vesh që të prezantojnë sa më shumë që t'i kthehet në të mirë atij i cili pra ndron jetë. Dhe e pesta se shpërblimi i saj pra ose shpërblimi është në saj të asaj që ti vepron dhe sa vepron. Kjo është një rregull tek fiku ku nisbetu thawab bi nisbetu al-amal. Ti shpërblehesh aq sa vepron. Prandaj mos të besosh tek vetja jote se unë jam njeri i mirë dhe nuk vepron vepra të mira. Unë jam besimtar dhe nuk bën asnjë vepër sikurse e don feja Allahut azza wa jall. Ose unë e dua këtë fe, e dua rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rrugën e sahabëve, rrugën e tabiinëve, por nuk e ndjek atë në veprim. E bën atë vetëm me mendim. Por feja Allahut azza wa jall është pra me mendim, me besim dhe me veprim. Nuk mjafton vetëm aq. Prandaj, aq sa njeriu vepron, ashtu edhe shpërblehet, ndaj përfitohet thot ky rregull nga hadithi i dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka përcjellur shehu dy dobi nga Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu e mëshiroft. Thot vizita tek varrezat. Ato janë të ndara në dy kategori. Kategoria e parë është ziyaratu shar'iyya, pra ajo vizita e cila pra është e lejueshme dhe ajo e cila pra duhet që të veprohet. Dhe kush është ajo? Është ajo vizitë e cila pra besimtari dhe besimtarja lejohet që të shkojë pra, sikurse e morëm në mësimet e kaluara, por se për femrën tham që duhet të jetë pra me rregulla të cilët s'është si mashkulli, por duhet mbulohet me mbulesën sheriatike dhe duhet që t'i largohet zbukurimeve, po ashtu erës mirë, dhe kjo duhet të jetë në çdo dalje të saj, por se edhe tek vajtja e varrezave dhe kur është e nevojshme dhe të përkujtohet për atë çka e pret njeriu, besimtarin dhe besimtaren. Pra kur shkon tek vendi i varrezave, pra pa hyrë bën atë duan të cilën pra e ka zbrit, e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thot: "Assalamu alaikum ahlud diyari min al-muslimin wal mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun wa yarhamullahu al-mustaqdimin minkum wal mustaakhirin. Nas'al Allah lana wa lakum al-afiya." Kjo është pra duaja me të cilën pra besimtarët dhe besimtarët e bëjnë atë kur shkojnë tek varrezat. Dhe ato, pra kjo është ajo vizita e lejuar, është se luten për të. Dhe jo luten tek ai. Ky është ndryshimi midis të lejuarës dhe të ndaluarës. Ne i lutemi Allahut për atë i cili pra ka ndruar jetë, që Allahu azza wa jall t'ja lehtësoj vendin ku është, t'ja bëj ta shoqërojnë atë vepra e mirë, t'i hapi një dritare prej dritarës xhenetit dhe të shijoj pra erën dhe atë çka ka përgatitur Allahu azza wa jall për besimtarin, dhe mos të bëj ashtu sikurse hyn tek pjesa e dytë që është lloji i dytë, ziyara bid'ie, pra vizitë e cila është bidat e lejuar dhe kufër. Kush është
ajo vizitë të cilën pra njeriu i drejtohet varrezave për të lutur tek ata, për të kërkuar ndihmë tek ata, për të kërkuar medet, pra ndihmë tek ata dhe për t'ju lutur atyre dhe për të falur namaz pra tek ata. Kjo lloj forme është ajo çka e kanë sqaruar pra hadithet të cilët i lexuam më përpara, që është kufër, pra mohim dhe e ndaluar t'i drejtohet adhurimi dikujt tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Me këtë pra përfundon dhe mbyllet dhe kjo temë, e cila është shumë e rëndësishme si gjithë temat të cilët dihen për fenë Allahut Azza wa Jall, dhe Allahun e lutim që të na bëjë dobi nga ajo që lexuam dhe dëgjuam. Këtu dhe me këtë përmbyllet dhe llojet e namazeve, dhe do hym një temë sikurse e përmendëm më përpara, e cila është tema e zakatit, që është edhe shtylla e tretë prej shtyllave të Islamit, mbas namazit, mbas fjalës la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, mbas namazit, mbas agjerimit, pastaj vjen zakati, pastaj vjen dhe haxhi. Dhe s'ka dyshim se porosis veten dhe juve dhe të gjithë ata që na dëgjojnë, që t'i kalojmë këto mësime përsëri, t'i ridëgjojmë, sepse pa diskutim që kanë dobi, dhe gjithashtu ju porosis që në çdo mësim që të merrni ta dëgjoni, të merrni një letër përpara dhe të shkruani në të çështjet më të rëndësishme që dëgjohen tek ajo që ne lexojmë dhe përcjellim nga ato gjëra të cilat pra i kanë shkruar ulemat më përpara. Sikurse mund të jetë pra tek tema, po themi e sotshme, sikurse e morëm, mund të marrim dhe të shkruajmë pra një hadith dhe në të shkruajmë pra dobit e saj dhe aq pra, dhe mundohemi, porosi tjetër është që ti mësojmë ato përmendesh, sepse njeriu arrin nga një gradë në një gradë më të mirë. Pra në një gradë e cila është momentalisht pa e ditur çështjen e zakatit, po themi, atëherë kur ti e mëson atë temë, shkon me një gradë më të lartë, ku ti bëhesh një person i dobishëm për veten dhe i dobishëm për tjerët. Dhe pa diskutim që ti kërkojmë Allahut Azza wa Jall pra që të na ruaj nga shejtani i mallkuar, dhe pastaj me bismillah ti hyjmë dhe ti dëgjojmë çdo mësim një nga një, sepse siç e dini, çdo punë e cila fillohet me emrin e Allahut Azza wa Jall ato ka hajër dhe bereqet. Dhe lutim Allahun dhe një herë që na bëj dobi me atë që dëgjuam dhe lexuam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah shpëlbeft.